Grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të mlidhet ditën e 8 në Pallatin e Brigadave, ku do të vendoset qëndrimi përfundimtar i shumicës qeverisëse për kërkesën e SPAK drejtuar kuvendit për marrjen autorizim për arrestimin e Belinda Ballukut. Në këtë mbledhje do të jepen udhëzime mbi qëndrimin që socialistët do të mbajnë në parlament dhe nëse ata do të votojnë pro apo kundër heqjes së mandatit. Mbledhja do zhvillohet në orën 11, ku i pranishëm do të jetë edhe vetë kryeministri Edi Rama. Socialistët gjithashtu parashikojnë të shurtojnë raportet në seancën e 5 marsit. Një ditë më parë pas mbledhjes së Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit, Tauland Balla paralajmëroi se do të jetë mbledhja më e parë e grupit që do të vendosë për Belinda Ballukun. Në mbledhjen e mandateve, Balla deklaroi se masa e pezullimit nga detyra është e mjaftueshme. Kërkesë kjo e kundërshtuar nga demokratët. Raportin e socialistëve do ta hartojë Ulci Manja, kryetari i Komisionit të Ligjeve, një herazi dhe antar i Këshillit të Imunitetit. Edhe Partia Demokratike do të dalë me raportin e saj. Në fund, të dyja do të kalojnë për votim në kuvend në seancën e 5 marsit. Pasi kuvendi të shpreh për kërkesën e SPAK, socialistët do të vijnë me ndryshimet ligjore në nenin 242 të Kodit të Procedurës Penale, përmes së cilave synohet që gjykatat të mos pezullojnë dot edhe presidentin, kryeministrin, zëvendëskryeministrin, ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese, avokatin e popullit dhe kreun e KLSH. Në mbledhjen e Këshillit të Imunitetit, që u zhvillua me dyert të mbyllura, SPAK kërkoi arrestimin e Belinda Ballukut, duke thënë se pozita e saj është rënduar dhe rrezikon deri në 35 vite burg. Prokuria posaçme u shpreh se masa arrestit është e nevojshme, duke thënë se kemi nevojë që kjo e fundit të jetë izoluar, pa mundësi për të komunikuar me të tjerët, pasi nëse është jashtë dhe mban komunikime me vartësit, ajo mund të kryejë veprime të kundraligjshme përmes vartësve. Balluku ka emëruar vetë në pozicion e kyçe drejtor të besuar të saj dhe kontakti me ta është një lloj sikur në detyrë publike të ishte vetë ajo. SPAK thotë se vetë Belinda Balluku ka intimiduar dëshmitarët me vendin e punës, por dhe persona në emër të saj, duke i kërcënuar me vendin e punës apo familjarët, si dhe me para në kërkim të ndryshimit të dëshmisë. Avokatët e ish zëvendës kryeministres pranuan se çështja nuk është e motivuar politikisht, ndërsa kërkuan rrëzimin e kërkesës së SPAK, duke thënë se Balluku nuk është më në detyrë dhe e ka zbatuar pezullimin. Belinda Balluku u more pandehur për shkelje të barazisë në tendrin për tunelin e Llogaras dhe është në nënhetim edhe për 7 lotet e Unazës së Madhe në Tiranë.